si tham, meritore si Kosovë. Që në aspektin e bashkimit evropian, sukses i madh i Kurtit është që ka qenë kërkesë për Po s'ka ban më shumë, as ka kërkush çka ban më shumë. Ka se më shumë, po pro. Po sunishtizë se s'ka nuk. E por a dyta vetë ta them, do të thoni, a shkruaj për pak shkruaj. A mund të antarësohet në Këshillit të Evropës? A mund të punoj më shumë të antarësohet në Këshillit të Evropës? Jo, me punu do të punon se në lemi, sepse kur të punon se në lemi, na ndrejsat mas pari standardin neve, sepse çdo standarde kërkuan atje. Kur jemi tek kjo puna kush e boni ushtrin. Kjo është gati sikur më thon kush e boni liberalizimin. Na tonë dim. Është vërtet. Po s'është se s'kam konvena ty e hiç. James Mattis. Po ty s'kam konvena e hiç. Sekretari. Po vetë ta përfundoj. Po drenoj që 15 minuta e duke pasur sa për minuta hiç. 4 pika i preka unë për 4 minuta, 12 minuta. Liberalizimi i vizave. Liberalizimi i vizave u bë në qeverinë Kurti sepse ishin bërë shumë hapa me qeveri tjera deri këtu. Njëjtë ka qenë edhe me ushtri. Me thonë Hashim Thor se ka bo ushtrin, s'ka bo kur që për me bo ushtrin, se ka prit Ramushën me orë me bo ushtrin, është me shkel bremik ton atë sakrificë që ka boj njeri, që se të është marë. është turp. Ajo ka qenë një momentum që është kap halal i kovë zotit Haradinaj. Njëjt i kovë halal i kovë edhe zotit Kurti që ka qëlluaj momentum. Po kush është Isa Mustafa? Kush është Isa Mustafa? Kush është? Kryeministër ka qenë. Po, 1.7, që ka prullit dhe kënë 12%. Kohën kur është sulmu në mënyrë... 12% e ka prullit dhe kënë, falë. Nuk është referencë për mu për politikë, zotë Isa Mustafa. Për shkencë, nuk kam lexuar di që është profesionist. Për politikë, jo, sa e ka prullit dhe kënë 12%. A e ka prullit 12% dhe kënë, ju mund të mbroni, pedim se në mbrojnë. Se jo, këta apokalipsi kush na ku. Dëgjoj, merresh me integrimin evropian apo a merresh me? Po, dhe kam shkruar për temën. Kush e ka volos fatin e Kosovës në pikpamje të marrëveshjes të parë, drejtor, kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ka momentume o vlla, kur që nuk bëhet sot për nesër, vjen koha. Që gjykat koha. Sa Mustafa, po më koha. Dëgjoni o Arben Hameti. Futi që ka stabilizuar bashkësinë ai që si të gjithë. Këto janë procese me të cilat un kam punuar si zyrtar për integrim evropiane, Henes pa u bë shteti i Kosovës. Po mësoja ka qenë instrumenti i pori para antarësimit. Çato kemi ne. Çfarë ka sjellur gazi Lotësiell? Si lutet të gjithë vëmendjet tek Krenar Shala. Çfarë i solli gazi Lotësiell Kosovës? Po, për besë.